Një banket me një kriminal lufte, me dërkuc në hell dhe në furr, me një vrasës të dënuar dhe diçka për gjyshen e Ivica Dačićit dhe një masakër të vitit 1903 në Pallatin Mbretëror në Beograd, si çdo festë fetare dhe Krishtlindjet, konsiderohen feste dashurisë, mirëkuptimit dhe solidaritetit, së paku kështu thuhet. Zakonisht festat fetare priten e kremtohen në rrethin familjar, por gazeta serbe Informer, e cila drejtohet nga Romujaxhiu Dragan Vučićević, e mblodhi si vjet elitën serbe për të festuar Krishtlindjet ortodokse. Në një pjesë të emisionit ishte edhe presidenti Aleksandar Vučić, i cili para disa vitesh ka treguar se çka mendon për Vučićevićin. E ka mik personal që 25 vjet, ka thënë ai. Pastaj në pjesën tjetër të emisionit, Vučići su pa më, por ai u përfaqësua dënjësisht nga elita serbe, për shembull nga babai i tij politik, Vojislav Šešelji. Pra në këtë banket ishin të pranishëm Vojislav Šešelji, i dënuar për krimet e luftës dhe kampioni i gjuhës toksike në Serbi, Ana Brnabić, kryetare e parlamentit, Ivica Dačić, ministër i brendshëm dhe shumë ministra të tjerë. Dačići ishte ulur nga fundi i tavolinës, në anën e djathtë të tij qëndronte një dërkuc i pjekur. Me mikrofon, të pranishmit i argëtoi Dragan Ashanin, i dënuar për vrasje. Me 1992-shin ai vrau ishte dashurën e tij 18 vjeçare, për këtë që e dënuar me 11 vite burg. Siç e do rendi e kuvendi, i pari e morën fjalën mikpritësi dhe i zoti i shtëpisë Dragan Vučićević. Ai tha: "Ja, ne kemi përgatitur gjithçka, ashtu siç i ka i e kësaj feste të madhe. Kemi dërkucin në hell, dërkucin në furr, kush si ta doj. I lutem shokëve kamarier të shkojnë tek ta mysafir, tu ofrojnë ti shërbim mirë." Mandej Vučićević e pyeti Šešeljin se çfarë dëshironte të hante. Šešelji ishte në disponim të fliste menjëherë për mishin, por për Dačićin. Tha se gjyshja e tij iku nga gjyshi me 9 fëmijë dhe iku për një shqiptar, dhe i kërkoi falje shqiptarit të ndershëm Demo Berisha, i cili ishte po ashtu pjesë e këtij banketi në cilësinë e ministrit për të drejtat e pakicave. Vučićević e gjeti shpejt rolin e vet dhe sillej si pronar kafeneje duke porositur këngë. Kështu muzikantët i kënduan Šešeljit këngën me vargjet "Shikonon si t'ja bësh për një çetnik të më martosh". Mandej festa rëshqiti drejt këngëve raciste, shoqëruar me alkool e ulërima, për shembull me këtë varg fyes ndaj grave turke e muslimane në përgjithësi. Turkesha para xhamisë u betua se vetëm në një serb u dashurua. I vetmi politikan europian që deri më tani protestoi kundër kësaj orgjie nacionaliste ishte ish-ministri i jashtëm kroat Tonino Picula, i cili është raportues i Parlamentit Evropian për Serbinë. Picula i tha revistës kroate Nacional se me njerëz të tillë nuk mund të negociosh për hyrje në BE. Ata janë për Serbinë e madhe. Ai shtoi: "Do të dëshiroja natyrisht të dëgjoja edhe reagime më të ashpra nga adresat e Brukselit, sepse Serbia është kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian. Ajo në fakt ka plot 4 vite që nuk hap kapituj, por mendoj se edhe kjo është një dëshmi për ata në Bruksel që mbase kanë ndonjë pikpamje tjetër, apo konsiderojnë se ky është vetëm një incident i rastësishëm, se realiteti në Serbi është dukshëm ndryshe, shumë më i keq." Për Vučićin nuk ka dilem. Ai thot për Dragan Vučićevićin, e konsideroi njeri të ndershëm dhe të sjellshëm, a shiqare nderi matet me vizore të ndryshkura në Serbinë e Vučićit.